Alma, po cila do të ishte zgjidhja e duhur edhe për këto paciente që kanë nevojë për një mbështetje ekonomike dhe duke marrë parasysh që aktiviteti i tyre në këtë fazë të jetës është shumë i vogël dhe rëndon në psikologjinë, çfarë mund të bëhet? Patjetër, Kushtetuta e Shqipërisë garanton të gjithë shtetasit, pra kur janë të aftë, pavarësisht se ka një diagnozë, të kenë të drejtën për punësim. Por ka dhe organe ku mund të ankohen. Madje un kam edhe një studim të bërë, nuk është i viteve të fundit, ka disa vite që është bërë në fakt, pak kohë le të themi, ku këta mund të ankohen, gratë me sëmundje tumorale dhe jo vetëm, ku ankohen për diskriminim. Dhe nëse do të merrja vitin 2018, janë 15 raste. Jo, më fal, viti 2018, 8 nga 24 vendime thot me konstatim diskriminimi janë për shkak të sëmundjeve, në vitin 2017, 21 nga 57 vendime me konstatim diskriminimi. Pra, kanë ku mund të ankohen, vetëm që dhe më pas janë gjykatat që i mbrojnë, mund të ankohen kundrejt kompanive, sepse e kanë detyrim, aq më tepër administrata publike por edhe kompanitë private nuk mund, nëse ankohesh për diskriminim. Ka një masë disiplinore, çfarë ndodhet? Patjetër që po, gjobiten, Komisioni i diskriminimit aq ka kompetencë. Mund të jep rekomandime, shkojnë deri në gjoba. Po gjithsesi nuk është se e fitojnë mundësinë për të ripunësuar. Ata që e kanë patur një vend pune dhe e kanë humbur për shkak të ndjekjes kurimit të sëmundjes, mund të dhe të rikthehen. Në rasti që unë ju përmenda, punonte në një nga fakultetet e mjekësisë, le të themi, ishte sekretar dhe i bën impresion ti duhet sepse ti mungon shumë, ajo bën tekimiot në atë kohë dhe shkëputej me ditë besoj. Dhe i bën impresion që për shkak të raporteve ti duhet gjesh një mundësi tjetër, gjë që cila ajo e përjetonte shumë keq dhe normalisht, por që ajo nuk donte ta humte sepse di që paska qenë edhe në suazën e mjekësisë kjo që do duhet ishte edhe më mirë kuptuese po them. Nuk dua ta përmend konkretisht cili fakultet ishte, por brenda universitetit të mjekësisë dhe më telefononte mua, të lutem më gjej një zgjidhje. Më thoshte sepse un jam në e motra gjithë familja për shkak të stresit që i shkaktonte. Ajo ishte një vajzë beqare, e kishte gjetur atë punë me konkurim siç aplikohet në administrat, dhe vjen një ditë konstaton diagnostikohet me tumor në gjë dhe përveç stresit që krijon sëmundja kishte edhe stresin tjetër që po humbte vendin e punës, e ndërkohë kostot që të përballonin, sepse aq sa mundson shteti, sigurisht kanë disa medikamentet janë të shtrenjta dhe le të themi që është rregulluar disi dhe gjenda në shtet, merren me rimbursim, por nuk mjafton vetëm kaq. Pavarësisht se ka shumë kosto, pra ka shumë kosto të tjera, se janë vetëm medikamentet atje dhe nëse ti, një person që është i aftë që të punojë, që të kontribuojë edhe në shërimin e vet, ja mohon këtë, se thuajnë që shërimi yt që ka pak kushton për ne, na duhesh këtu gjithkohës, ti si gjithkohës, pastaj je duke shkelur ligjin, edhe duke trishtuar një person. Duke diskriminuar. San troç me të dyja këmbët. Ndodh kjo, do të kisha menduar që me gjithë këto zyra pune që dëgjojmë edhe kjo e tjetra për gra që kanë pikërisht këtë problem, do duhet kishte një mbështetje specifike, edhe ndoshta më të shtuar për ti mundësuar punësimin. Ka një program të tillë? Ekziston diçka për ti mbështetje? Nuk është posaçërisht program me të prekur nga tumori, megjithatë në rekomandimet që kanë bërë, sepse Ornela është dhe pjesë një shoqatës kristiane që merret asiston dhe ndihmon YVCA-ja, bravo. Dhe në rekomandimet ato patën një takim me deputetët në Komisionin e Shëndetësisë, në rekomandimet që kanë lënë është të krijohet një qendër pikërisht për t'i ofruar shërbime grave me sëmundje tumorale, qofshin këto psikologjike apo shërbime të tjera për të ndikuar, për të reduktuar sadopak stresin dhe ngarkesën emocionale që kanë këto gra, përveç shërbimeve tjera që duhen. Për shembull këtë vit Ornela ju kanë mundësuar me sa di unë në buxhetin e shtetit është planifikuar një fond sepse gratë tona nëse kalon këtë sëmundje ka edhe probleme të tjera vet flokë, po mund të jetë mbar rrugë pastaj që kanë kosto dhe ato. Këtë vit është rënë dakord që të ofrohen falas proteza dhe paruke. Ende nuk ka filluar të zbatuar zbatim. Por është projektuar në buxhet, grupet e punës nga informacionet unë para 2 ditësh u informova për këtë. Grupet e punës janë duke punuar për të bërë pra kostot, për të llogaritur kostot në mënyrë sepse buxheti e ka parashikuar për këtë vit, pra për vitin 2025 do të ofrohen falas, por a janë plotësuar të gjitha kanë vetë për të parë. Ornela unë di që kur njerëzit që kalojnë sëmundje
kështu së bashku krijojnë edhe një lloj komuniteti, një lloj komunikimi njëri me tjetrin ose njëra me tjetrën. Ke folur ti me gra të tjera, cilat mund të kenë probleme të ngjashme me këtë? Është kjo një gjë e përhapur? Neve kemi një, siç e përmendi Alma, kemi shoqatat, organizatat, por dhe grupet e vogla të WhatsAppit që neve shprehim shqetësimet e këto. Kjo është një nga pikat që ndoshta asnjëra nuk ma ka thënë konkretisht institucionin apo vendin ku ka aplikuar, se jemi pak na ka ngelur pak ajo frika për të shprehur, por që të gjitha e kanë hasur. Kanë shoqet miat që punojnë dhe nuk e kanë treguar në asnjë moment që po përballen me këtë sëmundje. Gjatë gjithë shumë domethënë se vetëm nga frika e kanë fshehur gjatë gjithë kohës. Okej, ajo ka thënë që thjesht nuk doja të tregoja, por mendoj që e ka lënë kancerin në këmbë, domethënë pa munguar. Mbasi bënte kimioterapit, ajo kthehej në punë, vazhdonte dhe të nesërmen po e njëjta gjë. Imagjino çfarë sakrificë duke mbjetuar me thonjë kur i thon. Është sakrificë. Kjo gjëja, e gjithë kjo që neve po diskutojmë, nuk na vret vetëm financiarisht. Do të thënë është nëse unë kam forcën për të ecur përpara, për të bërë një gjë, për të qenë më e lumtur, për të harruar, për të qenë e dobishme, vjen një moment dhe Blendi ma stopon këtë gjë dhe më thotë okay, prit. Do të thënë sepse nuk të kupton, të gjykon edhe të diskriminon. Mendoj që nuk ka informacion. Sëmundja e kancerit po paragjykohet shumë. Unë mendoj që duhet trajtohet kanceri dhe sëmundjet neurologjike, po kanë një lloj paragjykimi. Më thënë, ato janë thjesht sëmundje, siç mund të jetë gripi, siç mund të jetë veshka. Po mirë, Ornela, kjo kategori individësh është i aftë për punë? Më fal që po ta drejtoj kështu pyetjen. Pra do shërbente si një model shumë i mirë, edhe një shembull edhe për individët e tjerë të institucionit ku ti ke zgjedhur të punosh. Shumë më të mirë se një njerëz që nuk e ka kaluar këtë. Pra nuk janë problematik. Absolutisht jo. Ai mund të shkëputet për ato ditë që duhet marr. Ornela thotë që ka pas raste janë kthyer pas kimios. Pra ato ditë që shkon bën kimio ose për ndonjë orar, 2 ditë, 3 ditë. Ndonjë orar që nuk ka arritur ta kontaktojë mjekun se ndodhe edhe kjo. Alma, ka dhe individ që e kalojnë shumë kollaj fazën e kimioterapisë, që nuk kanë të njëjtat simptoma, se varet dhe nga medikamenti. Është individuale, secili. Por kjo domethënë ajo do kohën e vet. Por në fazën që jemi tani, për shembull, un jam e shëruar gati plotësisht. Dhe aftë për punë. Dhe unë nuk po kërkoj një gjë që nuk kam arsimin dhe po kërkoj që të filloj drejtoresh diku. Po. Shumë veta më thon. Këtu është, e gjithë çfarë po themi sot është që shqetësimi është që për shkak se dikush ka kaluar një sëmundje, dyer mbyllen në fytyrën e saj apo të tij për shkak të kësaj sëmundje. Dhe ky është një diskriminim në bazë shëndeti atje. Dhe Ornela ka bërë mbi 20 aplikime. Po, vetëm në muajt e këtij viti, se që nga shtatori ndoshta edhe më shumë se aq. Më shumë.